Sei bella, Adolo. senza su tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta. Ti preferisco, sai. La 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 la. Që ka hapur kohë, thashtë ishte. Ma tu sei bella, sei troppo bella. Ma quanto bella, che neanche tu lo sai. La 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 la. Sei bella, senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta. Ti preferisco, sai. Kemi mu knaqë kur dalim. Po pa tjetër. Që me ta bëjt dinara, dil para lokalit. Si? Dil para lokalit, me armë të marrë dhe me dalë farë dreke, farë dalë. Smet, po. Po, me kismet, t'jemi mirë vetë me shëndet, gjitha bëhen. Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta, ti preferisco, sai. Na 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 na. Ma tu sei bella, ma quanto bella, mi sei bella, che anche tu lo sai. Ili për kënd ka marrë malë mas shumë ti? Malë, jo mas shumë ti, për kënd ka marrë malë, që shtë si të Për të gjithë, po këto ditë kam ditëlindjen e gocës vogël. Kur e tha? Kur e tha? Në datë 20. Gati pas, ja. Goca E vogël di si e kam... është e motra jashtë, apo? Po jo është në shkollë, është në producente. Po, pas në arru në ku ke thonë Itali? Po, në Itali. Ka qënë ke motra imi, ku mund e shkollë tani ka darë në vete. Po, sa. Ka marrë shtëpin afër studios. Çfarë moshën pa të thonë ka? 22. Ashtë u rritë. E di si është... O zotë të ka falë, ta ruaj, ta marrë, mos e marrë mësysh. Është janë Si? ka shumë zemër. Të mirë. Ua. Si, është tamam si është Ka në gjo me zemër, me shumë zemër të mirë për shembull. Tani, unë zuat burë vetën, po mami edhe më ngjan shumë dhe mami tim. Edhe në fizionomi, mami ka qenë shumë grua e bukur, domethënë kos. Ka aq e bukur sa njerë, siç tregojnë këta të vjetrit. Po. Ne na vinte turp kur dilte në rrugë mamaja jote, me i fol, aq bukuri ka pas. Domethënë nuk kom veç na për me duke këshirë. sigur me tremb me i fol. Aq e bukur ka qenë mami. Unë kam marrë, po jo shumë. Duhet një. Duhet një. Nuk ka. S'ka. Një duhet. Qa ngjyre ka, e zezë? Ja shife, po t'jetë ngjyra e zezë, shife, unë e di që duhet një. Edhe zbutës robash. E Linara, kontakt me babin kanë ato? Po si ore, unë i urova, kishte ditëlindje një mshaq dje. Po Lina, Po. Ua, sa mirë. Petrika, nëse më shikon, thash edhe dje të merrnin goca, të bësh dhe 100 vjeç. Ua, sa mirë. Tika. A është martu tashaj? Jo, Sa mirë, po më pëlqen për s'është raporti. martuar, jeton me tjamën. Sa mirë. Me mamane vetë se e kanë mosh. Bravo, të koftë. Senza tutto quel trucco che ti... Rallëherë kush mundet me pas këtë? Jo, unë lash përsi gocave ta marrin telefon, ta urojnë se edhe ai... Shiko, Zoti na fal jetën, ne zgjedhim vetë si ta jetojmë. Tani ai u nda me mua, ka plotësisht të drejtën e gjithë bosët e ta jetoj siç do vetë ai. Se s'jam Një të unë... dhaj ta uron ty. Po qa thua? Po pse mos ma uroj? Unë jam kujdes për kalamajt. Ne punët i kemi bërë bashkë edhe pse të ndarë. Do me thënë, biznesi familjes e kam mbajtur unë dhe ai, me direktiva duke drejtuar njëri tjetrin, dhe pse kemi qenë të ndarë. Sa mirë.
Se tani në mes kemi pse bën një vishje që nuk më shkon në linjë, po kemi fëmijë dhe kishim të ardhmen fëmijëve tanë. Qa faj kanë fëmijët se nuk na u tek në një ditë të bukur të ndaheshim. Se s'na përputhen karakteret ose u mërzita me njëri tjetrin edhe se cili për punën e vetë. S'kam problema e të faj. Halal e qoftë. Jo, po tash ndarja s'ka qenë e lehtë as për mua as për ata. Jo, ndarja e lehtë se shpesh për ka. Po njeriu reflekton, mendon, nuk tash e gjatë, nuk sa i as unë zë marrim as gjë me vete. Nga kjo botë. Unë është që do t'i lem fëmijëve. Qa shembulli do t'i lësh atyre. Dhe kush është unë e kush është ai me ja drejtu jetën njëri tjetrit. Askush. Unë ka mundësi ta marr një këshill sot e kësaj dite e pyes për gjëra. Edhe me pa në rrugë bisedoni. Sepse ai merr vesh shumë nga ligjet, është ka mbaruar juridikun, është shumë i aftë në këto gjëra. Sa mirë. Edhe si Rregullo mikrofonin. e po kam në rregull kam. E kam një bindje që ka qenë, është mashkull shumë i zoti. Po, inteligente. Edhe mu pa, e kam një bindje. Nuk ka, domethënë, nuk kam njohur njerin më inteligjent sepse sa baba i fëmijëve të mi akoma. Nëse do e takoj, do i them si jeni, si kaloni, si aqoni, faleminderit, ti bizojnë që njohë. Edhe me taku rrugës fol me ta sa mirë. Ua, me taku rrugës, unë shkoj akoma ke shtëpia, more. Ke shtëpia që kam jetu me ta. Pa shembull. Si, mos me falu rrugës. Po them bëjmë punët bashkë. Do me thënë neve u jemi undam, nuk jetojmë fizikisht. Shumë e mira. Po, nuk ndërhym në shije, në gustot e njëri tjetrit. Po, ku i ka punë është në familje dhe gjëra, neve prapë kemi qenë. So që e kemi ndarë bashkë, në këtë drejtim. Nuk është e lehtë edhe kjo. Po ja, Se u shik edhe qika, se unë për një mëni lexoj personat shumë kur t'isha. Edhe qika u shik që nuk ka mungesë kur gjoh, hiç domethënë. Ish e plotësuar të nëndë dhe kom pas një bindje që ti me burrin keni raport mirë shoqëror, po më edhe pse jeni nda, s'di pse e kom pas. Tani nuk është se shkojmë edhe, domethënë bëjmë si thuam, pushimet bashkë, këto nuk i bëjmë, po kur është puna që jemi mbledh për një gjë familjare, kështu kemi qenë jemi mblidhemi akoma, domethënë takohemi akoma nuk. Kemi një çështje shumë të rëndësishme në familje me zgjidh, se kush unë jetova 18 vjet me atë, dhe kupton, tash nëse doja duash një të keqe një njeriu që jetove 18 vjet, ti nuk do më veten tënde. E vërtet është. Kur s'ke respekt për atë që ke njohur dhe që unë kam jetuar me atë, nuk do kesh respekt as për askënd që do njohësh më. Ose do kesh më. Nuk kështu e logjikoj unë tani, se kjo është një lidhje. Të ndanë jeta janë shumë faktor, janë shumë gjëra, nuk ka të bëj fare me marrëdhënien humane, them unë. Me marrëdhënie njerëzore. Ose është historia ime kështu. Po, që ka marrë fund, edhe halo ka met raport. Po, halo ka met raporti mes, po më nëjë raport shoqëror, që në mes saj janë fëmijët. Pa tjetër. Bravo. Do bëhem gjyshe, do bëhet gjyshe ai tani qatë, do themi mos shikon nipin, mos shikon besën, apo ku diun mos hajde ndasëm. Janë, për mua është çështje mentaliteti kjo gjë. Jo, unë kam një shok që i ka prindë të ndamë, edhe realisht prindë e ti nuk kanë komunikim, asku që kanë ndamë, janë shumë divorc të keq, se divorc të mirë s'ka, realisht, po në ndërkohë njëri i ndeq ato raportet edhe mesin si shok, po këta prindë e ti na bashkohen vetëm për ditëlindje. Edhe kur gjë tjetër, do më thëmë baba i fol për nanën fëmijës, nana i fol për babën, nuk kanë komunikim në mes veti, s'takohen në shoj një tjetër në rrugës me pa. Do më thëmë vetë, ajo është diçka fake. Une të prindë e mi nuk e kom pa kur që ata mujnë mu bashku për një ditëlindje temën, edhe që unë e kom pas andër në jetë. Mi pas për një ditëlindje, me ditë një raport, mu kriju për të mirën temë që më kanë mesin e të në. Po ja, s'kam
Qore, ma mirë e di që s'mujnë më bo 2 bashkë për një ditëlindje, po më në kështu, ma mirë mës me u bo për një ditëlindje bashkë ata 2, se sa me u bo e di që është diçka e rrejshme. A e ka e kupton? është diçka e rrejshme, është diçka fake, jo të të marrë parasysh ty, se ti për shembull ki raport me të shoqënor, takohesh, i bëni punë bashkë për shembull, po në mesin juj është divorci, po të mit është çështje tjetër krejt, domethënë sa e ti kisha pasur thonë një raport. Shiko, ato letrat janë asnjë gjë zemra. As e më shkon martohesh me kështu, as nuk lidhin dy njerëz letrat. Është kontrata ajo. Kontrata e përkohshme që ti mund ta bësh me shkrim, apo mund ta bësh edhe me gojë, apo ke bërë një pak në jetë, se jeta është e gjitha është një kontratë, edhe në marrëdhëniet shoqërore janë do të thonë ke në mes një interes nëse të përshtatet kjo shoqëri apo jo. E kupton? Për ta vazhduar akoma. Bën një kompromis njeriu një. Ti bën kompromis edhe me fëmijën tënd bën kompromis. E kupton? Thua do bësh kështu, do bësh ashtu, do ka marrëdhënie. Gjithë jeta është kompromis me këdo. Kur thyen interesat, ndahen gjërat, dhe thua, ti do shikosh. Oh, Godstiron e moj, ku jem, jarënana moj, jarënane, Godstiron e ku jem. Argumentat e Ti i tua. fole njeriu tash? Kur ti fola unë? I fole njeriu sot? Jo. Okej, bravo. I fola Sa vetëm do të më tap llogari ty Edhe kujt? mos me, po. A do të më tap llogari? Se kush jeti me tap llogarina? Sepse ne po luajm ekip. Shtazor. Po, apo luajm, a jemi Na bashkë. me tap llogari ty. Apo Nuk i luajm. folim, Po. Apo luajm, a është kjo loja? Po. Çka? Po na nuk i folim, na jemi njerëz. Jo, ne jemi pyet njerëz, mua. po neve ato nuk janë. Nuk është Më puna fal. që ne nuk i shohim. Eran, më pyte Se mua. njeriu nuk flet me veten. Më falë se u ndërhyra. Po i shpjegoj. Shumë e bukur kapela. Faleminderit. Tema ke bo për i not tim. Jo, më zemra, Tema ke bo për i not tim. u kam atje të panzjera. Ke ti të panzjera? Nga... Do pastrosh kapelen time? I ke vesh brak Edhe të mi, kokën brak kemi të një. mia i ke vesh. Jo, më. Do ta pastroj, sot të premtoj. Drejtoj. Të mijat janë. E shikoj, kisha lënë ta vija To atë tujat. këtë kapelen. Do ta vija gjas me atë ditë të Të mijat teatri. në bes. Këtë kapelen, po nuk rezistova dot. Tani që e kuptova që ke dhe kokën tim. Dhe shi këtë, Okej. Ki pak strat, sa ki? O e gëzofsh, e kam kësu faleminderit. Prap, Po. e gëzë prap. Ja, po, do i ndajmë për gjys. Kam edhe unë një. Këtë. Që Ai ti më pyet edhe ma le për gjys, atë si fola. Ai tjetri unë isha duke rregullu. Se jona, Se kam më shumë me Po të shi unë e neza, unë me Elin, ti kur të vi e neni. jona është, sa ma shumë që të vënohem të ferma, aq ma mirë. Se ke ty e kam menja. Eran, Po shjarëvisht. Eran, sa ma shumë që të vënohem të ferma, aq ma Po mirë. gjetët të cigare. Dy të Pra fundit, me lali për të thënë? do ta pim për gjys. Qa ku e gjetë?